Kolegji Preka në Korçë shënon një tjetër arritje të rëndësishme, pasi 3 nxënëse të tij u shpallën fituese në fazën e dytë të Olimpiadave kombëtare: Franka Furxhi në kimi, Soida Larti në gjuhë dhe letërsi dhe Elena Gorari fituese në fizik dhe gjuhë letërsi. Vajzat shprehen se pjesëmarrja në Olimpiada ishte një sfidë personale dhe një mundësi për të thelluar njohuritë në fushat që i pasionojnë. Po, vendosa të jem pjesë e Olimpiadës, sepse mua më pëlqen kimia edhe gjithashtu sepse kam vendosur që të vazhdoj besoj për mjeksi. Vendosa që të merra pjesë në këtë Olimpiadë për një arsye kryesore që është zhvillimi i pasionit tim dhe talentit që kam pasur gjatë gjithë jetës time në lidhje me letërsinë si mjet i më i fuqishëm për të shprehur gjendjen time të brendshme emocionale. Unë kam pasur gjithmonë pasion ndaj 2 lëndëve kryesore që janë fizika dhe gjuhë letërsia. Dhe kjo dëshirë gjithmonë më ka shtyrë që të bëj diçka më shumë, qoftë edhe brenda shkollës, por edhe jashtë saj. Prandaj vendosa që të testoj njëri veten përtej asaj që më kanë ofruar mësuesit dhe pse jo të shkoja në nivel vendor. Mëtej vajzat theksojnë rëndësinë që kanë këto gara në nxitjen e ekselencës. Është një mundësi që të tregosh se sa i ke njohuri rreth kësaj fushë dhe pse jo të testosh veten. Mendoj se Olimpiadat janë mënyra më e mirë për të arritur të shprehësh veten, pasi aty është nivel mbi programin e përgjithshëm arsimor që marrin pjesë qoftë nivelet bazë, qoftë nivelet mesatare, qoftë dhe nivelet e avancuara. Mendoj që Olimpiadat janë mënyra më interesante se si ti mund të kuptosh kapacitetin dhe aftësinë tënde. Thjesht për shembull mes një iniciative të vogël që thua ta provoj një herë se kur nuk i dihet, nuk e ke për shembull asnjëri iden se sa larg ose sa mirë mund të ecësh, dhe mendoj që është shumë interesante nëse ti thjesht përmes një dëshire të vogël ose me një punë minimale mund të testosh veten dhe kur nuk i dihet se si mund të dalë në fund. Këto rezultate jo vetëm nderojnë shkollën, por dëshmojnë edhe rëndësinë e Olimpiadave si një hap të rëndësishëm në formimin dhe motivimin e nxënësve.